Ai, po hen? Hajde, hen. U kry, hajde. Pak sekonda. A jena gati? Po, Gati. Po. Faleminderit për shëndetje gjithëve. Pra, siç po shihni jemi këtu sot pranë qendrës së numërimit dhe raportimit të rezultateve të zgjedhjeve të gjashtë. Jemi këtu për faktin se në këtë moment, sipas informacioneve që ne kemi, po tentohet që të fillojë numërimi i votave të jashtëligjshme të cilat kanë ardhur nga Serbia dhe të cilat janë në kundërshtim me ligjin zgjedhor, i cili precizon qartë modalitetet se si duhet zhvillohet procedura për votimin e postë. Ne jemi këtu sonte për të rritur të grupet të koalicionit Nis me AKV, për faktin se nuk dëshirojmë bëjmë pjesë e një procesi i cili po tentohet të fillojë me fakt për numërimin e votave të cilat konsiderohen dhe janë të jashtëligjshme, e të cilat kanë ardhur në rrugë ilegale, të cilat për qëllim kanë dëmtimin e procesit zgjedhor në vend. Ne bëjmë ftesë KQZ-s që menjëherë ta ushtrojmë mandatin kushtetues, merr vendim dhe ta ndërpresë këtë proces. Ky proces i numërimit të votave të paligjshme dëmton vullnetin e mbi 40.000 qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët kanë votuar për koalicionin Nis me AKR. Ne kërkojmë nga KQZ që në bazë mandatit kushtetues të ndërmarrin të gjitha veprimet dhe të mos heshten, sepse këtu po tentohet të cenohet demokracia, po tentohet të cenohet vullneti i qytetarëve tashmë të deklaruar me datën 6 tetor. Kushdo që do të provojë të kontrabandoj vullnetin politik të qytetarëve të Republikës së Kosovës, nuk ka dyshim që nuk do të ballafaqohet me ligjin. Faleminderit zotëve. Apo ecim deri